ti ki drejt me hin këtë objekte në këtë lokal, së për këtë tjerë, ti ki drejt me shku në shkollë, ti ki drejt me u punësue, ti ki drejt me hip në atë autobus së për ata tjerë që i po hipi. Psa i po hip në autobus, o në së pëmoj. Psa i po hip në katë dytë, o në së pëmoj në katë dytë. Që ndesh në autobus, ndesh metro, ndesh tramvaj, ndesh lokal, e ki toaletin, ki banjët të përshqashme, ki me standarde. Isha komplet i pavarën. Komplet i pavarën. Edhe gjithmonë thome, kam një andar, së praj Martin Luther Kingu, që thome, kam një andar, a kom arë në i dita ajo në Kosovë, a kom e përjetu edhe në që ata që në dali pavarën. Prej djerës shpis, po tu me shku me një lokal, me pi një kafe, veç vetë. Përshëndetje mirë të dashur të Kosova Info, kudo që jeni dhe kudo që shihni këtë emision. Po fillojmë një emision krejt ndryshe. Një emision që quhet jo të njëjtë, por të gjithë të barabartë. I falenderojmë të gjithë ata që na mbështesin në realizimin e këtij emisioni, si Kosova Info, sponsor Golden Eagle, kompania Frotex, hapësirën që në ka dhënë një lokal në Fushë Kosovë, të 33-shi. Po ashtu falenderojmë edhe Atrobar, falenderojmë edhe Tove Mitrovicën që ka shpreh vullnet dhe ka shpreh dëshirën që ta transmetoj emisionin ton në Tove Mitrovica, edhe shpresojmë që të jeni të kënaqur dhe ta shikoni dhe të na mbështetni në çdo aspekt. Falenderojmë edhe shikues të gjithë që na shikojnë, të gjithë ata që më shkruajnë, më pyesin se pa durim më thënë përpritëm atë emision. E pra, pa u mbërko prezantojmë edhe mysafirën e parë të këtij edicioni, është pra Afrim Maliqi, drejtor i Hendikosit. Mirë se na erdhe drejtor në emisionin tonë të parë. Faleminderit që ke pranuar me kam pjesë e këtij emisioni të parë, cila e prek shumë kategorinë tonë. Mirë se gjeta agjem edhe vjen shumë mirë për iniciativën e këtij emisioni edhe të përgëzoj për punën, po dhe për guximin të cilin e ke marrë me fillu edhe me pas një gjatësi sa ma shumë ky emision. Shumë faleminderit. Çush janë kushtet e kategorisë tonë për momentin? Me gjithë përpjekjet e institucioneve tona, si ato nivelit qendror, si nivelit lokal, ende qëndrojmë larg standardeve mi qujt ashtu ndërkombëtare apo vendeve tjera si persona me aftësi të kufizuar. Jo vetëm në Evropë, por gjithashtu jemi kogje larg edhe vendeve në rajon. Me folë për shumë tema, për shumë çështje, për shumë vështirësi që kena dhe që ballafaqohemi, po na si organizat, po edhe si shoqëni e mundohemi të punojmë me gjitha institucionet, edhe me shoqërinë, edhe me familjet, e në veçanti me personat me aftësi të kufizuar, përkundër vështirësive, mundohemi të gjejmë format e mënyrat ma kreative që të kalojmë ato vështirësi me cilat ballafaqohemi. Po cilat janë vështirësitë ma shumë që i bre këta persona? Unë mendoj, po jam shumë i sigurt që çështja kryesore me cilën ballafaqohen personat me aftësi të kufizuar është shëndeti. E them shëndeti për arsye se në Kosovë ende fatkeqësisht nuk kemi ligj për sigurime shëndetësore, ende nuk ka shërbime të duhura shëndetësore, kur flas të duhura nuk ka shërbime të profilizume për diagnoza apo lloje të caktuara të aftësisë kufizuar. Se shërbime mjekësore japen për gjithë qytetarët e Kosovës. Kjo do të thonë e vështirëson edhe më shumë gjendjen e personave me aftësi të kufizuar. Edhe gjithsesi nuk ka rehabilitim institucional, në mënyrë që personat me aftësi të kufizuar ta kenë spaku një herë në vetë një rehabilitim,
që thjesht të freskohen, që të kthjellen, që të parandalohen shumë komplikime tjera që i vinë si shkaktar i aftësisë kufizuar. Ka edhe shumë çështje tjera, por qëto për shkak se ne përkundër gjendjes së diagnozave llojeve të ndryshme që i kemi, dhe janë disa lloje të aftësisë kufizuar apo diagnoza që pasojat vetëm komplikohen edhe më tutje. Mungesa e krijimit të atyre njësive brenda institucioneve tona shëndetësore është një mungesë serioze, në mënyrë që të marrim informata prej tyre, të marrim shërbime në mënyrë që këto pasojat të minimizohen në maksimum. Të kom pas që i ke bo disa kërkesa tek qeveria e Kosovës. A janë aprovu ato kërkesa? Kërkesat kanë qenë, janë edhe kanë me qenë në vazhdimësi sigurisht, edhe këto kërkesa kanë të bajnë me jetrat e personave me aftësi të kufizuar. Kur thon me jetrat, po kthena prapë për përmendje shërbimet e duhura shëndetësore. Kemi kërku për vite mu themelon një njësi spinale në kuadër të qendrës klinike universitare në Kosovë, nuk është themelu. Kemi kërku dhe jemi duke kërku me pas rehabilitim institucional për personat me aftësi të kufizuar. Kemi kërku që të ngritet apo të rritet mbështetja financiare veçanti për kujdestarët e personave me aftësi të kufizuar për arsye se nuk mjafton. Kemi kërkue që të lirohen personat me aftësi të kufizuar edhe kujdestarët prej çdo ganimit apo importit të veturave të përshtatura për ta. Për shkak se karroca është mjet ndihmës apo pajisje ndihmëse. Po për neve edhe kerri apo vetura është pajisje ndihmëse. Po për mendimin tim tash po lidhi pak me veten to. Unë sunë doganaj për shkakun dhe kërë, po mu që një person do të më na vozit. Sigurisht. Që ato tane kanë më liru që të... Shiko, na kemi bo kërkesa, kemi pas takime me zyrtarët e doganave, zyrtarët e ATK-s, fund me Ministrisë Financave, në mënyrë që këtë proces me shty përpara, edhe me gjetë formën më të mirë se si me rregullu këtë çështje. Por para gati 2 viteve ligji për dogana dhe akciza është aprovu, e fatkeqësisht nuk i kanë marrë parasysh kërkesat e tona. Që kërkesat e tona kanë qenë për personin cili vozita automjet, mund ta zhdoganoj automjetin, po edhe në anën tjetër me ju leju dhe kujdestarit, normal se... Kujdestarit, prindit, se na kemi edhe fëmijë cili nuk mundet me vozit deri në moshën 18 vjeçare, duhet me vozit dikush. Edhe por këto kërkesa nuk i kanë marrë parasysh, e tash po ndomi gjejmë që tash forma mënyra tjera, derisa sigurisht se kur themelohen apo të krijohen institucionet e tona, për shkak se dim vakumin i cili situata cila është tash politike në Kosovë, që ta marrim parasysh edhe sigurisht se do të bëjmë edhe jo vetëm kërkesa, po edhe presion edhe më të madh. Sa njerë po them, veturat për neve nuk janë luks. Jo. Po janë mjet lehtësues, por që na lehtëson neve marrjen e shërbimeve, përfshirjen në shoqëri, pjesëmarrjen publike e gjitha tjera. Po do të thotë normal, do të më ditë që ka persona që s'mujnë me vozit. Ashtu. Ka persona që nashta dur t'ju bojnë, po ajo është mundësi edhe me dur kështu me vozit, po tash na nuk i kemi ato mundësi me bdejat vetura. Po, shiko, vetura ndoshta blehet se sipas ligjit në 5 vite ka drejt me çdo kanuni auto. Por neve një vetur mundet me da bo 10-15 vjetë, se si kena na mundësit për me ble vetura çdo 5 vjetë. Ato jam shumë i sigur, si tensione si tjetëri. Por për thëmë dhe njerë, na letësan jetën shumë e kësaj. Kësaj situatë sigurisht qeveria po i frigohet, se po menojnë që ka shumë njerëz me aftësi të kufizume, edhe mos po e falimentojnë shtetin. Që në fakt kjo nuk qëndron fare, për arsye se njerëzit nuk i kanë ato mundësi
shumë njerëz nuk i kanë mundësi me ble një vetur e para, e dyta çdo 5 apo 7 apo 10 vite me çdo kanuni automjet, kur gjë nuk e qenë dëm shteti. Në anën tjetër, nëse mund të ketë diçka se kur kemi biseduar edhe me zyrtar që e përmenda më herët, institucionet i krijojnë mekanizmat monitorues edhe tamam strikt, po thotë se kujt i lejohet, kujt nuk i lejohet me çdo kanun automjetin. Për thënë me çdo kanun në kuptohet pa TBSH, pa dogan, pa akcizë. Sikurse që ka qenë para disa viteve, po e ka qenë vetëm për ata personat të cilët kanë leje të vozitjes, e jo për tjerët. Po shkojmë pak te çështja financiare e personave me aftësi të kufizuar. Sa janë tyrat? Unë e di, po du me ditë edhe shikues tonë. Përkem, vlerësohet jo vetëm Kosovë, po çdo vend të botës, që personat me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre janë grupi më i varfër i shoqërisë. Më i varfër. Ata marrin ndonjë mbështetje financiare, një lloj pensioni me quajtë. Por në kushtet të cilat jetojmë na, në rrethana të cilat jetojmë na, edhe ato mjetet të cilat i marrin. Fillimisht duhet mi shpenzu në medikamente të përditshme, e të përmueshme, e që janë kosto e madhe, edhe është e përballueshme. Tash sipas ligjit për paraplegjik, i marrin 75 euro. Që shumë njerëz, unë e di, ato nuk ju mjafton. As mu personalisht nuk ju mjafton. Jo, normal. Por një kujdestar, një person i cili është në gjendje jashtëzakonisht vështirë, mu shprej kështu, i merr 180 euro. Fatmirësisht jetojmë hala Kosova, në shqiptarët e kemi që jetojmë hala me familje, një antari familjes, kujdesit për neve, jo veç një, po shpesh ndodh dhe ka 2 antarë familjes më kujdes. Por, pse varfran familjen? Varfran se qaj persona, po qëta persona që du të më kujdes për personin me aftësi të kufizume, ata nuk mujnë me punu se s'kan kohë. E në vend që ai të punoj, e që kujdestarët ta kenë një shumë më të madhe, këtë mënyrë kish mujt me pas edhe punësime më të mëdha, sikurse në vendet në perëndim që është, edhe familja ngritet e ngrit mirëqenjen. Po na veç po u varfrohemi. Edhe një person tjetër, apo personi vetë si para, apo tetraplegjik, i merr 180 euro. Ndërsa ekzistojnë edhe disa ligje tjera, si të verbërve, pensionet e aftësisë kufizume, edhe të fëmijëve deri në moshën 18 vjeç që i marrin nga 150 euro tash, e rritjen e re që është bë, dhe të verbrit nëse s'gaboj i marrin 125 apo 150, kështu diçka personi edhe shoqëruesi. Por, asesi kjo nuk mjafton. Pse tash nuk mjafton? Nuk mjafton se përmenda edhe më herët. Po që se ne i kishim marrë shërbimet nga institucionet e tona, sikurse në përvendet në rajon. Barnat, medikamentet, pajisjet, rehabilitimin, karrocën e gjitha prej shtetit, madje edhe pagesën e kujdestarëve, atëherë një personit me aftësi të kufizuar, ja dhënë edhe një shumë më të vogël, kish mjaftu. Po nëse me çato mjete, po do të krejt mi ble dhe mi pagu, që kjo nuk mjafton. Po normal. Këto që janë hinë fuqi tash, do më unë rritje pensione, a e ka kop kategorinë tonë. Sepse unë e poshtë një vend që e këshqit një postim Hekoran Morati, Ministri Financë, që këtë kategori nuk e ka. Po tash s'pedijet se po janë pak falë edhe bashkën dhe falëseja. Kjo rritje të asumi ka të bëj vetëm me persona që janë moshën në shtym, do të thënë pensionist, apo mbi 65 vjet, një, pensionet e aftësisë kufizume, fëmijët të cilët përmend sipas ligjit për mbështetje materiale të fëmijëve me aftësi të kufizume që i kanë marrë nga 120, domethënë gjithë vija kanë bërë ka 150.
por ligjin për statusin dhe të drejtet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik jo, edhe një diçka që më duhet me shtu rreth këtij ligji është se neve para disa viteve na kanë largu nga shuma e pagës minimale. Me qenë se ligji e kanë kuptuar që çdo kur të rritet paga minimale, mund ngrit edhe shuma e pagesës apo mbështetjes për personat paraplegjik dhe tetraplegjik. Prandaj as tash nuk ka rritje, edhe kjo rritje mund të ndodhë, ndonjëherë po nuk bazohet më në pagën minimale, çka i vjen që na jemi dëmtuar. Tash po shkojmë te infrastruktura. Sa jemi të lirë na me ecë vetë, me shku ka të kem qef. Fatkeqësisht muj me shku ku të kemi qef. Jo, në di se unë jam i provu kështu edhe vetë. Edhe ti edhe unë. Po se ti ma e ke po, dalëm më në shmes 2 metra në tretar, e ki kerën e parkum atë, edhe bashkë bile një ditë më ka ndodhë dhe mu së përlidha me vetën, dojla kështu tamën në rrugë kryesore me ecë, tha policia din që të shkel kerën. Thash, hajtë hyp ti në kalice e ti në për tretar, thash unë, Po. nuk dalë më po nuk e ki, se çdo 2 metra 3 e ki kerën parkum. A do të më mshel atë për këta qallë, për qallësit tu. Nuk... Jo veç tunën, po kalimtar që... Po, për gjithë. Nuk është vetëm çështja zonjës trotuareve me kerre, për arsye se ajo është e lehtë, ajo hiqet kerri, dëgjobitet, a dënohet edhe largohet. Po problemi është që s'ka fare trotuare, problemi është që s'ka fare ndërtesa të qasshme, ka dhe shkolla që kanë mungesë të qasjes, institucionet shumëta që nuk kanë qasje, madje Parlamenti i Kosovës nuk ka qasje, si tempulli i demokracisë. E plot institucionet tjera në Kosovë, fakultetet nuk kanë qasje, që është problem shumë serioz, edhe nëse kanë dikon do shkolla do institucione, kanë një pjerrin apo rampë, që si plotson standardet, gjoja se mu pa, kishe që ka qasje. Tash, lidhur me këta, a i kemi do akte juridike, dhe që fatkeqësisht nuk zbatohen. Edhe këto nuk i zbaton konkretisht nivelli lokal komunët. Kemi udhëzimin administrativ për qasje, e kemi një udhëzim administrativ tjetër i cili ka të bëjë me dhënien e lejeve të ndërtimeve, e që drejtoritë e urbanizmit ja japin lejen ndërtuesit, kujna do qoftë, pa i plotësu standardet për qasje fare. Po të ishte respektu vetëm që kjo. Prej 2007 ekziston ajo udhëzim administrativ, so krejt Kosova ishtë ndryshe. Edhe qasja nuk është vetëm për përdorus karroca, po qasja është e lehtë për të gjithë. Po, unë mora shambull. Krejt lëvizin malet. Mora shambull. Edhe nuk do të kishte pas sepse kosto, kur planifikohet, kur dizajnohet fillim rruga apo objekti, nuk ka kosto të madhe mandej fare, apo fare s'ka kosto në fakt, kur ndërtohet me qasje. Në diçka që ma kujtove, mu më ka ndodhë për para, ka ndodhë më pa në i vend, në i vizit në Evropë, përëndim dikon. Edhe, kur e përmene medalje me shku ku t'ki shef. Atje ndesh në autobus, ndesh metro, ndesh tramvaj, ndesh lokal, e ki toaletin, ki banjë të përshtatshme, ki me standarde. Isha komplet i pavarën. Komplet i pavarën. Edhe gjithmonë thame, kam një andar, së vraj Martin Luther Kingu, që thame, kam një andar, ako marrë në i dita ajo në Kosovë, ako me përjetu edhe në qata që në dali pavarë. Prej djerës shpis, po tu me shku me një lokal, me pi një kafe, veç vetë. Po, normal e... Nëse kam nevoj për banjo, me kam banjo për shtatshme. Po fatkeqësisht, nuk ka as banjo. As institucionet, ma din, nuk e kanë, e lere ma, apo këto, me thonë, shërbimet hoteliere që këto si kanë thuj se fare. E kjo është, fakt kjo i përjashton njerëzit me hapësi të kufizuar nga shoqëria tjetër, edhe kjo është diskriminim, komplet është diskriminim.
E tashi, po shkojnë te karroca. Te pajisje. Te pajisjet ndihmëse për kategorinë tonë. Ka pajisje në Hendikës? A kem na me pajisje ndihmëse kemi fillu dikon vitin 1995. Do më thonë, po bëhen 30 vjetë që kemi fillu me dhënë pajisje. Duke bashkëpunu me organizata ndërkombëtare në ato vitet e 90-ta. Po përmeni vitet e 90-ta se është interesant. E di se unë në qatë ku e ku marrë karrocën prej shoqatës. Prej shoqatës, mirë. Por deri atëhere, se u patë prish situata në Kosovë, sistemi atëherë ish Jugoslavia, sistemi politike, sigurimi, se kur i ndargu pe i pune ka humpe dhe sigurimin shëndetësor, dhe më thonë antari i familjes që ju kanë, po deri atëhere, personat me aftësi të kuvizume kanë marrë karrocën prej shtetit, kanë pos rehabilitimin prej shtetit, e kanë pos një astak cilën me përdori, e cili kushton dikun 550 euro nëse zgaboj, po mi bindo shoke do me qështu prej jashtit, i kanë marrë prej shtetit. Unë e maj këto menë, po pak e kom përjetue, karrocën e parë dhe jastakën e kom marrë prej shtetit. Që, në vitet e 90-ta, kër kemi qenë jashtë institucione, na fillum duke mendu se të ambulojnë pak a shumë personat me aftësi të kuvizume me këto pajisje, se një ditë kur të lirohemi edhe kur të kryem institucionet e tona, kanë me marrë këtë përgjithësi institucionet e tona, respektive shteti. Na sot hala që 30 vjetë, e ndikosi normal bazohet gjithmonë me donacione, se nuk prodhojnë nga karroca, gjithmonë sjellin donatorë të ndryshëm, a nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a nga Evropa, a bashkëdhetarë tonë që i kanë shoqata të ndryshme që mos t'i përmeni rend ata, për cilët jemi mirënjohës shumë, ato jepën, shkojnë. Tash, deri vonë, deri para disa ditëve, zyrtarë të lartë të institucioneve tona, zyrtarë të lartë të sektorit shëndetësisë, çdo kush mundet me hasë në vështirësi, çdo kujt mundet me rreziku shëndeti edhe me pas nevojë për një pajisje. Edhe vinet e na marrin pajisje apo kërkojnë pajisje, që është paradoksale. Ata kanë mujtë një rregullu të politika qysh më ti, mënyrë që ata me në ofru neve e jo në atyne. Tash, së fundmi, qeveria i ka nda, kjo ka qenë iniciativë që në këmë dërmarë dhe one, viti 2022 viti personave me aftësi të kuvizume, edhe qeveria i ka nda dikon 6.4 milion euro Ministrisë Shëndetësisë, mandej Ministria Shëndetësisë SHSKUK-s, për me ble pajisje ndihmëse për personat paraplegjik të tetraplegjik, karroca të ndryshme, pajisje të ndryshme, sipas nevojave që mi kemi apo që ballafaqohemi me to. So, ka më në informata, kompania u zgjidh, i ka ble pajisjet, komisionet kanë fillu mi vlerësu personat, kanë fillu mi lëshu vendimet, tash së fund mi kanë fillu ka ajo kompani mi dërgu dikon disa pajisje në përshpia, që ka është gabem, për shkak se nuk pajisja do të me u përshtat, do të me montu, mandej me ju dhënë personit, edhe së fundmi na po shpresojmë, hala shpresojmë, që ta kemi një bashkëpunim me SHSKUK-n, që të përfshimi na aty në mënyrë që karrocën kur ta merr reagimi edhe afrimi me marrë të përshtatër, të montume dhe të përshtatër. Çfarë janë ato pajisje, unë si kum pa, nuk i di, nuk i njoh. Por, ekipi me cilën unë e punoj, ekipi sot janë profesionista në Hendikës, çfarë do pajisje që është, e di që kanë ja përshtat personit dhe kanë ato cilat janë, tash nuk mujna me shpik të reja tjera, por ato cilat janë. A për momentin më falë, të përgjigjet direkt në pyetje. Për momentin nuk kemi diçka do shëtitore, do kugza, po karroca për momentin nuk kemi. A mendon se kanë me ardha të këtu, apo... Nuk e di sakt, si ka me shku bashkëpunimi, nuk kam informata, nuk e di sakt, a kanë me ardha të këtu. Se që shëposhun e një postim, me shku me apliku 2 herë,
të retën me shku me marrë, aja për mu ke absurd dhe nuk është e diqme që e kanë bo. Na po mundohemi nëse fillojmë bashkëpunimin me SHSK-UN, se kjo shumë ki drejt, nëse fillojmë bashkëpunimin me ta, na gjithsesi se do ta lehtësojmë këtë proces, edhe e mendojmë që vetëm një herë personi ku me ardhë. Personi do të me ardhë. Normal, mund të ketë raste që janë gjendje më të vështirë, më shku deri te ta, po janë më të rralla, po gjithsesi personi do të me matë, ja përshtat pajisjen, sukur këpucat kur i vjen njeri, i math, i përshtat, e shë apo i përshtatet numëri apo jo, e jo vetëm i adhon pajisje. Por, një gjatë ditë sigurt, jam shumë i sigurt se e një këtë fush. Nuk ka në Kosovë përdorus të karrocës, sukur se unë edhe ti, që nuk ka karrocë. Tash, tjetër sen është, nëse na u kanë prish, nëse na u kanë vjetru, e kemi nevojë për karroca tjera apo më të avancume. Gjithë personat janë të volu me karroca. Madje unë çuditna, besëm edhe këtë mesazh ja u përqoj krejtve, një njerëz, një personalisht, që mund të ketë 2-3 karroca. Na vinë neve donacione, karroca tjera, na e publikojmë në ardhën çdo pajisje për këtij donatori, akcoj shoqate, bashkëdhëtarëve. Vini lypin halo karrocë, po i kivre 1, 2, 3 karroca. Ka dhe, do me thonë, kjo ndodhë këtë shoqnin tonë që nuk do të duhej. Na mundohemi të japëm pajisje, çfarë do pajisje vetëm atij personit cili ti përshtatet dhe vetëm atij personit cili me të vërtet ka nevojë. Ja, ata për mendimin tim, ata do të me donë ato këtë, që ato që kanë, me marë të rejnë. Rastet të rralla ndodhin ato. Nuk ka ndodhin, na këna pas bashkëpunim bashkë, të edhin që nuk e përgjegjë gjithmonë, kur kom pas nevoj për dikan, nuk e përgjegjë gjithmonë pozitiv. Unë të falenderoj shumë, po donator a ka këto? Donator për shembull minimum një familjes, që e ka një person me nevojë të veçanta, me mjete ushqimore, me... Ka, po nuk janë të shumët. Nuk janë të shumët, fatkeqësisht, për shkak se në shoqërinë tonë mungon hala ajo përgjegjësia sociale, mungon hala vullnetarizmi, ose me pas na vullnetar. Ka donacione, po nuk ka në atë most e cilat do të duhej. Na kemi për shembull, do të me përmend edhe po i thëmë mjek një Amerikan, i cili vjen njëherë vetë Kosovë, edhe thot, afrim, kam do mjete, mi gjani 2-3 familje, qka ka nevoj ata, që cilat janë prioritetet e tyne, por mi mbështet financiarisht. Atë mjete absolut s'kalojnë, ka në afare, ka në ndikosi, pa i direkt, ja mundësën. Kemi pas rasti kërja kemi ndërtu një lift shkurt, një lift vogël, një familjes në Prishtinë, kemi pas rasti ku ju ka pagu rehabilitim, kemi pas rasti ku ju ka mble dru, kemi pas rasti ku ju ka mble jastak, ati dekubitar, po jona atë mos të madhe sa personat kanë nevoj. Por, sigurisht se do duhej ma shumë. Do duhej ma shumë, por gjithsesi, unë prap këthena. Nevojat elementare këto do të shtetit i mbuloj. E jo në atë jemi të varën halo prej donatorë. E sa i përket... Fatkeqësisht shteti nuk është i... E sa i përket hendikosit si donatorë, na jemi 100% bazohemi në projekte. Kemi projekte, e ofrojmë një shërbim. Kemi projekte, punojmë do punë, ngritjet kapaciteteve, fushata e këto. S'kemi projekte, kjo objekt betë të thatë, që nuk do duhej, se kjo objekt do duhej të finansohet, mbështetet komplet për institucioneve tona. Ajo është qëndrueshmëria financiare, ku sot na këtë objekt, këtë qendër, me këto salla, me këto korridore, do duhej të kishte njerëz të frekuentojnë si fëmijë, si familjarë, si të rritën me aftësi të kufizuar të njihen tamam sikur në shtëpia të veta. Kjo nuk po ndodh në Kosovë ende,
kur të ndodhë, nuk e di që këto përgjithësi t'i marrin për obligim shteti e jo vetëm të ketë thirrje për projekte shumë të vogla, periudhë kohore të vogël, të shkurtë edhe personat mandej po kthehen prapë çat situatë vështirë të cilën kanë qenë edhe më herët. A mendon ti që duhet me marrë veprime edhe ndryshe kategoria jonë, si për shembull me një protest apo diçka, si mos të realizohen çdo sane, sepse tash për shumë rryma shtrejt, tona sane shtrejt, çfarë mendon ti për këtë mendim tënd? One e përkraje këtë mendim tonin shumë, jashtëzakonisht shumë, se sigurisht ku më ardhe edhe nëse vazhdohet çështja ku më ardhe edhe ajo ditë që shtojnë. Por unë jam i atij besimi se mundona gjithmonë mi shterë gjitha mundësitë. Mi shterë gjitha mundësitë, gjitha veprimet që mos me ardhë deri te ajo situatë që me dalë një ditë në rrugë me protestu. Pse se nuk është e lehtë me dalë njerëzit në rrugë. Nuk është e pashme me dalë njerëzit në rrugë. Edhe une nuk e kam të lehtë fare mi bë dikujt aftesë, hajde dalim në rrugë edhe protestojnë për këtë çështje, për këtë çështje. Unë jam i asaj se unë e ti zbashku, edhe me 1, 2, 3 agima tjerë, a 7 agima, mjaftojnë, 10, 13, 15 vetë, shkojmë qeveri, shkojmë këtë ministri, shkojmë këtë derë, shkojmë në derë, shkojmë në derë. Ato gjithsesi kena mirë shku? Kjo mendoj se nëse nuk ka efekt, më thonë për, unë e thëmë se për realizimin e drejtave, për arsye se personat me aftësi të kufizuar duhet shihen nga këndi i drejtave të njerëzit. Ti ki drejt me lëviz lirshëm, ti ki drejt me hin këtë objekte në këtë lokal, super këtë tjerë, ti ki drejt me shku në shkollë, ti ki drejt me u punësue, ti ki drejt me hip në atë autobus super ata tjerë që po hipin. Psa e po hip në autobus, unë s'po moj. Psa e po hip në katë dytë, unë s'po moj në katë dytë. Po a i thot unë e eci ka shkallë. E mos me pas shkallë, qka banaj? Qysh hipaj, mos me pas shkallë? Atëherë atë e në obligativ me regullu edhe liftat apo çështjet e tjera. Prandaj kjo duhet qit nga këndi i drejtave të njerëzit. Për ndryshe atëra shkelje e drejtave të njerëzit, çka realisht na jemi të shkelën apo të diskriminuar që tash edhe në fillim. Jemi të fundi e emisionit, një mesazh për fund. Për shikuesit e emisionit tonë. Na folëm shumë çka për situatën e vështirë, po unë besoj se njerëzit me aftësi të kufizuar jo vetëm tash, se është një farë situatë e këgja, me thonë që po ndikon të krejt qytetarët e tonë, unë e besoj shumë se personat me aftësi të kufizuar janë grupi ma optimist në këtë vend. Për ndryshe, kanë tani ishte veç qysh me ikë për këtij vendi, qysh me ikë për këtij vendi, e na normal, presëm veç më ngritë mirëqenja jonë, më rregullu çdo çështje të cilat i folëm, por jo, me thonë veç tikëm për këtij vendi, pse situata politike, kështu po ndodh. Prandaj, dhe njerë po thamë, edhe për fund, po të përgëzoj për guximin që i ke marrë për me zhvillu këto emisione, duke falenderu edhe të mbështetësit e tjerë, Kosova Info sidomos edhe tjerë, që i përmenden në fillim, e që sigurisht kemi pasur musafir tjerë, e që ata tjerë ndoshta kanë me fol pak ma pozitiv ndoshta dhe se sa une, se une na folim për situatën e vështirë, ndoshta natyra e musafirëve tjerë ka me qenë me fol për çështje arti, kulture, muzike, ku ta di une, sigurisht i ke planifikuar edhe ata musafirë. Ne kemi thonë me shefin që të gjitha pikët e kësaj kategorie kena mi prek në këtë emision. Mirë shumë. Shpresojmë të na del ashtu si çush e kena menu. Shumë mirë, veç urime. E promis të dashur të Kosova Infos, ky është emisioni i parë. Shpresoj se ju ka pëlqyer. Shihemi në emisionet e tjera, me shpresë që të jeni mirë. Ju falenderoj të gjithë nga zemra.